është viti i dytë radhazi që shpallet java kombëtare e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e viktimave të krimit dhe në vitin e parë që ishte vjet, Ministri i Drejtësisë Zoti Manja zgjodhi që të hapte këtë javë në Bashkinë e Vlorës në një takim me kryetarin, ndërsa si vjet kemi zgjedhur këtë takim të hapur për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta, mbi mënyrën se si mund të harmonizojmë veprimtaritë, të koordinojmë veprimtaritë, të flasim për praktikat e mira të deri tanishme dhe për eksperiencat tona në fushën e mbrojtjes së viktimave të krimit. Pranishëm sot kemi kryetarin e Bashkisë së Vlorës, zoti Ermal Dredha, si dhe drejtues të lartë institucioneve që janë aktor kryesor në gjithë këtë sfidë të përbashkët, drejtues nga shërbimet sociale, nga shëndetësia, nga arsimi, nga aftësimi për punë, OJF të fushës e të tjerë. Kur themi viktima të krimit, në fakt, juristës e jo të gjithë na shkon mendja te viktimat klasike të vrasjes ose të plagosjes, por në fakt sot do të flasim për viktimat që vepra penale nuk ka shkëput jetën në mes, por i cënon në mënyrë të rëndësishme cilësinë e jetës viktimës. Të tilla si dhuna në familje, viktimat e dhunës në familje ose dhunës pa baza familjare, viktimat e trafikimit, abuzimit seksual dhe viktimat e mitur. Pa humbur kohë, kryetar, fjala është për ju. Fakt nuk ishte parë që ne lidhemi të diskutuar në fakt të problematikë që është shumë prezent në shoqërinë tonë dhe jo vetëm, është kudo. Në çdo cep të botës gjen fenomene të ngjashme, dhe patjetër që ne si detyrë, pra ne institucionet qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel lokal, patjetër që bashkëndrojmë me punën tonë për të gjetur ato formulat e sakta se si ne mund të rinë ndihmë këtyre shtresave në fakt që realisht përballen me këtë lloj problematike apo këtë lloj vështirësie. Në fakt, përveç faktit që ne kemi një zyrë të atashuar nga Ministria e Drejtësisë, që është zyra juaj, që jep ndihmë juridike për raste të ngjashme, ne kemi edhe struktura të tjera që janë pranë të bashkisë tonë, dhe jo vetëm, ku kemi edhe drejtoreshën, patjetër edhe drejtoreshën e ZVA-s, të cilët në fakt janë në punë vazhdueshme duke për këtë gjë, bazuar këto dhe në praktikat që kemi ne, duke u përfshirë pastaj edhe në bazën ligjore, duke marrë dhe vendime konkrete në Këshillin Bashkiak, në vendime e propozime që na vinë. Një rast ngjashëm që nuk ka të bëjë shumë me rastin e sotshëm, është edhe pjesa se si ne i vim në ndihmë shtresave të shoqërisë tonë, pra të moshuarve, si ne kemi bërë edhe qendrën ndihmore për të moshuarit, edhe pse nuk është shumë e lidhur me këtë fakt, por patjetër që të tregojmë që të gjithë kanë nevojë për një mbështetje. As më tepër pastaj kur flasim për viktimat e krimit, ato që janë shumë të shpeshta këtu, ne kemi qenë në Vatra në fakt që ka qenë një nga ato qendrat apo partnerët e bashkisë, jo vetëm që kemi pas bashkëpunim, por çdo vit kemi munduar edhe si ne të shtojmë një fond të caktuar që ne fillim të kemi ndihmë atyre grave në fakt që janë gratë dënuara, po themi, cilat jo vetëm vetëm, por edhe me fëmijët e tyre kanë gjetur një streh për të marrë gjitha shërbimet dhe pastaj për të ndihmuar në proceset integruese në shoqëri, që do të thotë dhe politika tona ne mundon jo vetëm që t'i ofrojmë këtë mbështetje, po pse jo pastaj ato të gjejnë një punë e kështu me radhë, me qëllim pastaj të jenë të afta për të përballuar jetën vet, pa pasur nevojë domosdoshmërisht të një buri në krahun e tyre. Këtë e themi sepse edhe politikat që ne ndjekim sa i përket të qasjes të BE-s, na e ka rënë si detyrë shtëpie që ne jemi shumë të fokusuar te pjesa e gender equality apo barazia gjinore që i themi, sepse të gjithë jemi të barabartë, jo vetëm në shoqëri, por edhe përpara Zotit. Kështu që hapësirat duhet të jenë të njëjta, me qëllim pastaj që të përkthehet në një ndërveprim të saktë mes njëri tjetrit në shoqërinë tonë. Sa i përket pastaj ne kemi edhe disa struktura të tjera, ato që gjithmonë janë të varur direkt edhe me mbështetje të vazhdueshme nga Drejtoria për mbrojtjen e ndihmës dhe shërbimit social. Këtu kemi parasysh pastaj koordinimin vendor në dhunën në familje, që ne e bëjmë edhe evidentojmë në çdo rast, apo njësinë e mbrojtjes së fëmijëve, të dihet. Kemi barazinë gjinore që është një nga ato që pak para përmendëm, dhe patjetër është njësia e vlerësimit që ne mbledhim në databazet tona, pastaj edhe implementojmë apo mundohemi të strukturojmë mënyrën se si ne do të qasemi për t'i ofruar ndihmë konkrete vazhdueshme. Është një punë që nuk mbaron kurrë, të diskutohet, hallet ndonjëherë siç sjell të mira dhe benefite, ashtu sjell edhe problematika, sepse edhe ritmi që ne kemi vendik ndodh që ata që janë pak më të zotët apo dhe me fat ndonjëherë
ecim përpara, por ndërkohë raportit të atyre që i kanë gjitha kushtet siç duhet dhe disa të tjerë që ndërten brava. Kryenca politika në fakt që ta të kenë mundësinë të një hapësirë se si të ndihen si përpara në këmbë të tyre. Kjo është ajo që po bëjmë, bashkia gjithmonë me fokus të plot, patjetër duke marrë orientimet nga politika qendrore të qeverisë. Mund të përfitojmë edhe një farë fondi konkret nga institucionet e ndryshme, qoftë nga Ministria rastin konkret, e cila në fakt është pararojë sa i përket këtyre procese, mund të pastaj të aplikojnë, duke qenë rigoroz edhe në përcimin e kriterëve për të qenë Shqipëri, që i kanë këto problematika. Dihet pastaj që na duhet një know-how, na duhet një se si ne të jemi gjithmonë aty për të aplikuar, për të fituar dhe pastaj për ta shuar të ato shtesa që kanë realisht nevojë për të pasur ndihmë konkrete. Pas ka shumë, siç ju e dini, letën e bajsa për të mequr emocionet kur janë përpara një audience. E gjithatë, më vjen mirë që këtu unë përmenda vetëm çfarë në fakt bashkia ofron në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Drejtësisë, por janë edhe sektorë tjerë shumë të rëndësishëm në fakt që janë pjesë integrale e gjithë këtij procesi, dhe ku kanë parasysh edhe drejtoreshën e arsimit vendor këtu, Gjentën, që dhe ajo ka një rol të rëndësishëm, po themi, duke qenë edhe pranë institucioneve arsimore këtu në Europë, dhe për tjetër që fëmijët janë edhe në fokusi jonë, sepse mundemi të krijojmë një tarë më solide për ta, duke i ofruar shërbimet që ne sapo përmendëm, apo patjetër drejtoria e policisë vendore këtu, jemi ne përfaqësues qoftë edhe në policia bashkiake, se ne ngatrojmë policinë vendore, por kemi edhe drejtorin këtu. Pra, jemi gjithë institucione në fakt, mundohemi që të bashkojmë të gjitha këto forca në qëllim që të ofrojmë një jetesë më dinjitoze për gjithë ata që realisht janë në nevojë. Unë i falenderoj shumë, nuk e di kush e ka fjalën pas. Ne të gjithë institucionet kemi syndimin që të shkojmë drejt një shoqërie më të paqët dhe drejt qytetarëve që kanë më shumë besim te drejtësia dhe tek agjencitë ligjzbatuese. Zonja Stasa, përshëndetje edhe një herë, unë sapo i thosha kryetarit tim që i the të gjitha, normalisht sepse përmendi sepse i di të tëra në fakt, sepse derisa është afër nesh dhe afër institucionit, vërtet është shumë i ndjeshëm dhe ka qenë një ndër ata të cilët në 2023, sapo kishte marrë detyrën, kemi nënshkruar një rimarrëveshje të re me të gjitha institucionet, i cili është mekanizmi i referimit të rasteve për rastet e dhunës, ose grupi teknik ndërsektorial ETN-ja që i themi ne. Siç e tha dhe kryetari dhe juve ke i datë të falenderoj sepse kjo është java ndërgjegjësuese kundër krimit të viktimave dhe jo vetëm, sepse nuk janë vetëm ata të cilët kalojnë në vrasje apo në raste fatale siç është vdekja, por krim mund të thuash edhe një bullizimi, krim mund të thuash edhe një dhune psikologjike, sepse dhuna është një fenomen botror i cili nuk ndodh vetëm në Shqipëri, por ndodh në çdo cep të botës dhe ky fenomen do luftuar. Normalisht ne kemi një vëmendje të shtuar, mekanizmi flet vetë për këtë dhe ky është një rast tipik që funksionon shumë mirë, janë tërë institucionet institucionale lokale që kemi ne në Bashkinë e Vlorës, por jo vetëm institucionet të cilat janë institucione shtetërore, por dhe aktorët lokal, siç janë organizatat, e para Zhvata, ne kemi një marrëveshje të kahershme me Vatrën që në 99-ën, e cila sapo ishte krijuar dhe koordinatori vendor i dhunës, i cili është në drejtorinë e ndihmës ekonomike, ka një marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën Vatra dhe i trajton viktimat e dhunës, i trajton posaçërisht me të gjitha, domethënë mjetet dhe format dhe i ofron shërbime të dedikuara viktimave. Në fakt, duke parë një statistikë të 2024-s, duhet ta përcaktoj këtë është rreth 110 raste që janë me urdhra mbrojtje dhe urdhra të menjëhershëm të mbrojtjes. Që do të thotë? Ato vijnë të tëra, domethënë siç del vendimi i gjykatës, vijnë të tëra në drejtorinë e ndihmës dhe shërbimit social nëpërmjet koordinatorit vendor të dhunës, trajtohen, orientohen viktimat, monitorohen dhe ato të cilat janë me urdhër të mbrojtje që kanë afat një vjeçar, sepse këtu është edhe diferenca, ne i trajtojmë menjëherë dhe i aplikojmë në sistemin e ndihmës digital. Çfarë do thotë kjo? Kjo është një kujdes i shtuar i qeverisë shqiptare, sepse që në momentin që ato marrin urdhrin e mbrojtjes dhe ka dalë në ligjin e ndihmës ekonomike, ato pavarësisht statusit të tyre ekonomik, që mund të jenë jo vetëm familje të cilat kanë nevojë ekonomike, por mund të jenë edhe familje që janë intelektuale, viktima e dhunës do vi do paraqitet pranë rajoneve të njësisë administrative të Bashkisë Vlorës dhe do aplikojë njësoj si gjithë të tjerët në sistemin digjital dhe ka një vlerë të përcaktuar 9.900 lekë të reja,
në muaj që do ta marrin për sa kanë urdhrin e mbrojtjes. Ndërsa urdhrat e menjëhershëm të mbrojtjes, viktimat të cilët janë të tillë, ato trajtohen duke i monitoruar koordinatoria vendore e dhunës, po jo dhe pse jo dhe sektori që është i barazisë gjinore, duke i shkuar, duke marrë kontakte dhe duke i orientuar për t'i forcuar dhe fuqizuar familjet e tyre dhe ato vetë të cilat janë të afta në tregun e punës, të cilat të mos të jenë të varur nga dhunuesi i tyre. Në rastin konkret mund të jetë bashorti, po mund të jetë një pjesëtar tjetër i familjes. Prandaj dhe kjo javë është shumë e rëndësishme, sepse ne zakonisht si bashki ne bëjmë 16 ditë të aktivizimit të dhunës bashkë me partnerin e Vatrës, që kemi domethënë organizatën e Vatrës, që kemi partnerin tonë kryesor, po pse jo dhe qendrën Aulona, dhe të tëra institucionet të mekanizmit zinxhir që kemi, SBA-n, drejtorin e e shëndetit publik, por dhe institucionet të tjera, dhe disi janë edhe komunitetet vetare. Ne i trajtojmë me mbledhjet e ETN-s. Përshëndetje. Quhem Albina, profesor Qendrën Vatra, punësi avokate në këtë qendër. Faleminderit për takimin, në fakt jemi pjesë e institucioneve të cilat bëjnë të mundur të gjitha këto aktivitetet në kuadër të javës viktimave të krimit. Në fakt, Qendra Vatra ka një ekspertizë prej 25 vitesh tashmë, jo vetëm në mbrojtjen e viktimave, por edhe në parandalimin e këtyre situatave. Kur flas për mbrojtjen e viktimave, përfshi këtu viktimat e trafikimit, viktimat e dhunës me bazë gjinore, por edhe viktimat e abuzimit seksual. Nëpërmjet stresës, në fakt Qendra Vatra ofron një sër shërbimesh multidisiplinare, duke përfshirë këtu sigurinë në radhë të parë, duke përfshirë akomodimin, shërbimet multidisiplinare si shërbimi ligjor, psikologjik, shërbimi shëndetësor, ofrimin e kurseve profesionale, ndërmjetësimin për punësim, dhe më pas faza e tretë e reintegrimit të tyre, që është ajo e një jetese të pavarur, duke ofruar banesa me shëra. Dua të shtoj këtu që prej vitit 2018, Qendra Vatra ka dhe një zyrë tjetër, e cila është klinika ligjore, në të cilën ofrohen shërbime të tjera, siç është shërbimi ligjor që ofrohet nga 2 avokatë, shërbimi psikologjik për vajzat gratë, por edhe për fëmijët e viktimave të krimit, ashtu dhe shërbimi psikologjik për burrat dhunues. Duke qenë se kjo është rësti, apo jo Malvina, kjo është rësti për burrat dhunues, shërbim psikologjik. Dhe kjo mund të jetë nga nevoja që duhet përmbushur për të shmangur rikthimisimin. Që të trajtohet dhe të riabilitohet dhunuesi. Po, është shumë e drejtë. Është një shërbim në fakt shumë i rëndësishëm që ofrohet prej vitit 2018, siç e thash, sepse duke parë gjithmonë viktimën, duke vendosur atë gjithmonë në qendër, ne kishim anashkaluar padashur edhe palën tjetër që është dhunuesi. Dhe sigurisht që duhet një shërbim i tillë për të trajtuar dhe për të marrë me reintegrimin dhe rehabilitimin edhe të dhunuesit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që nga 2023 ka krijuar strukturat ku qendra shëndetësore nuk do të ishte më një qendër shëndetësore e thjeshtë, por do të ishte një qendër socio-shëndetësore. Duke futur në strukturat e qendrave shëndetësore, punojës psikolog. Deri sot kemi 4 qendra të Vlorës që funksionojnë me psikolog dhe një në Oriku. Ndërkohë është miratuar dhe struktura për qendrën shëndetësore Selenit dhe atë Imar, po ende vendet janë vakan. Themi që kjo strukturë ka shtuar punën në raport me që qendra shëndetësore të ushtrojë këtë funksion të ri që ka marrë. Gjithashtu pranjeve të KSH është sektori shëndetit vendor, bajsu me psikologë dhe infermier të shëndetit vendor, që së bashku me psikologët e qendrave shëndetësore marrin kontakte për çdo rast të ndryshëm i cili referohet pranë bashkisë apo strukturave që bashkëpunojnë në këtë drejtim. Gjithashtu në bashkëpunim me UNICEF-in është bërë një program ku shërbimi i mamis në teren, sidomos për zonat rurale, përveç shpërtësorit që i bën familjes ku shkon, ka pika shtesë që të cilat marrin informacion në lidhje me dhunën, kushtet ekonomike të familjes ku jeton fëmia, dhe evidentoj rastet e dhunës me bazë gjinore apo dhunës së fëmijëve.
të gjitha këto referohen në njësitë administrative të Bashkisë Vlorë dhe pa dyshim tek zyra të cilën prej kohësh drejton Irena. Vazhdojmë të kemi shumë bashkëpunim me gjitha këto struktura dhe mendojmë se pajisja e të gjitha qendrave shëndetësore me psikolog do të jetë shumë e rëndësishme. Analizat vjetore të institucioneve të varësisë nuk mund të ishte e pranishme. Radhë 2 të leoni të prezantohem, quhem Evgjeni Ismailaj, aktualisht jam në pozicionin e drejtorie në drejtorinë anale të operatorit të shërbimit kujdesit shëndetësor, konkretisht në drejtorinë e shëndetit publik dhe edukimit shëndetësor. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe për organizimin e këtij takimi, është shumë i rëndësishëm. Institucionet shëndetësore janë një hallë shumë e rëndësishme në sistemin e mbrojtjes së viktimave të krimit. Gjithashtu ato bëjnë të mundur trajtimin me dinjitet dhe ofrojnë mbështetjen e nevojshme për rikuperimin jo vetëm fizik, por dhe psikologjik të këtyre viktimave. Ne si drejtori rajonale bëjmë të mundur përcjelljen për njohje dhe për zbatim të gjithë bazës ligjore, ligjeve, urdhrave, udhëzimeve nga Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet e varësisë, gjithashtu dhe përcaktimin e pikave fokale në gjitha institucionet e varësisë për referimet e rasteve të dhunës dhe monitorimin e tij me raportime periodike për këto raste. Gjithashtu bëhet i mundur dhe organizimi i fushatave sensibilizuese. Jo më vonë se tani në mars, ne kemi një takim nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me rastet e dhunës edhe të trafikimit, ku pjesëmarrës do të jenë mjek, infermier dhe stafe të tjera të shëndetit mendor, në një trajnim ky shumë i rëndësishëm për të bërë të mundur referimet e rasteve të dhunës. Mua më falë mirë se edhe pak më vonesë dhe nuk kam qenë që në fillim. Ashtu siç e thamë, është edhe java e ndërgjegjësimit kundër krimit të fëmijëve, edhe në shkolla bëhet një punë që në fillim të vitit shkollor për këtë gjë. Patjetër që ne kemi një bashkëpunim me gjithë instancat apo aktorët e shkollës, kemi bashkëpunim me mësuesit, ne çdo ditë flasim për këtë gjë, qoftë për viktimat të mundshme të krimit apo bullëzimet e ndryshme që mund të bëhen fëmijëve. Nëse ka raste patjetër që referohen në instancat më sipër, ne kemi edhe një bashkëpunim shumë të mirë me NJMF-n. Deri tani nuk kemi pasur raste, shqyr Zotit, të niveleve të tilla që të themi që kanë qenë fëmijë që janë të rrezikuar nga krimi apo bullëzime të niveleve të larta. Patjetër që një aktor shumë i rëndësishëm janë edhe takimet që ne bëjmë me prindrit dërgjegjësohen vazhdimisht, qoftë nga ne, qoftë nga mësuesit kujdestar dhe mësuesit e lëndëve të ndryshme. Ne para pak kohësh kemi bërë këto takime ndërgjegjësuese në lidhje me bullizmin kibernetik, ku prindrit ishin faktori kryesor, së bashku me ne, drejtuesit dhe mësuesit e shkollës. 25 vite që punon në qytetin e Vlorës, duke pasur në fokus shëndetin dhe të drejtat e grave, barazia gjinore, lufta kundër dhunës në familje, ndërgjegjësimi i grave dhe vajzave, kudo që ato janë në të gjithë sektorët e jetës. Ne kemi punuar dhe do vazhdojmë të punojmë për të rritur pjesën e ndërgjegjësimit, që gratë dhe vajzat të kuptojnë dhe të njohin kush janë të drejtat e tyre, të njohin kush janë format e dhunës. Dhe gjithashtu vitet e fundit, 4-5 vitet e fundit, kemi punuar fort që në mekanizmin e referimit të rasteve të dhunës të fusim edhe komunitetet fetare. Pasi kemi punuar për ndërgjegjësimin e komuniteteve fetare, ato kanë ardhur së bashku me një deklaratë të përbashkët që të gjitha komunitetet fetare, pavarësisht ndryshimeve që kanë, të gjitha e dënojnë një zëri dhunën e çdo lloj forme. Kështu që kjo ka qenë një arritje për Bashkinë e Vlorës. Dhe në vijim të këtyre përpjekjeve, para 2 vitesh, në vitin 2023, sapo erdhi kryetari si që tha Irena, u rinovua kjo marrëveshje e bashkëpunimit midis të gjithë aktorëve dhe institucioneve që janë pjesë e këtij mekanizmi, duke u vendosur dhe komunitetet fetare si pjesë e rëndësishme dhe ata bashkë me ne bëjnë pjesën e referimit, pra sa herë që shikojnë raste dhe të grave dhe vajzave që janë në rrezik, menjëherë telefonojnë. Dhe kjo është vërtet një gjë që ka funksionuar shumë mirë, pjesa e grupit teknik ndërdisiplinar, që ne njohim tani njëri tjetrin kush jemi,